po unë e ka vënë edhe në shumë male të tjera që kemi bërë kështu ekspedita, kështu, kanë qenë bimët e Murrizit të pranishme gjithandej. Kur kam qenë student, nga viti 84, më duket, vinin ca shofer me maune dhe sillin një ilaç të vogël, kështu me pika, ku hipej ekstrakti i Murrizit. Dhe e sillnin nga jashtë apo? E sillnin nga jashtë dhe e përdorin me pika, thoshin i mrekullueshëm. Kemi pat një mikrobiolog profesor, një Vaso Bilushi, dhe ajo thoshte, po pse atë, ja ku e keni natyrën, ngjitu aty tek mali, mblidheni dhe ky është i mrekullueshëm për zemrën. E ne ishim të rinj atëherë, nuk ja kushtonim shumë vëmendjen këtyre fjalëve të profesorit, ishte shumë i talentuar, por unë them këtë gjë. Lanë gjurmë ato fjalët dhe më mbrapa neve bënim disa testime. Për shembull, mblidhim për ta shitur bimën, i mblidhim në natyrë, nxirrim ato lekët që neve bënim vitin shkollor, si student, dhe provonim të zjenim nga një gotë nga kjo. Kur e pinim çajin e kësaj, flinim shumë qetë, edhe pse ishim të lodhur, shumë se duhet ikje 4-5 orë dhe tërë ditën në këmbë që të mblidhje nga këto, flije shumë i qetë dhe ngriheshe në mëngjes i çlodhur.